media mund të çojnë në të kaluarën e djalit të viktimës që u ekzekutua në Athinë, por gjithsesi nuk mund të nxitoj për të dalë në përfundim që mund të jetë ky apo jo, sepse historitë janë. Dim që djali i viktimës jetonte prej shumë vitesh në Dubai, kishte kohë që ishte larguar nga Shqipëria, shumë vite. Ishte pjesë e një trafiku ndërkombëtar të drogës, kishte buxhete të jashtëzakonshme, financiare, për të marrë hak, kishte patur përplasje shumë në të kaluarën e tij, me grupet kriminale në Lezhë, edhe ishte transferuar për në Dubai, ku kuptohet që atje jeta jote nuk vjet kurrë në rrezik. Por me sa duket, dikush e traftoi. Edhe u gjend, atë ditë që u gjend në Athinë, e ekzekutuan. Unë mendoj që dikush e traftoi sepse nuk mund ta ndjekësh kaq shumë, edhe në Dubai nuk mund ta vrojtosh një njerëz se kur do largohet për në Athinë ose të kesh informacion. Sepse ai shkoi në Athinë, njeri i afërt. Ai shkoi në Athinë vetëm për 2 ditë dhe aty e gjetën. E vranë syt gruas edhe ajo një vrasje shumë e rëndë. Mirë po, duket që kushdo që janë ata, duket që janë njerëz që nuk kanë, duhet të kenë një mlef shumë të madhe, një akmarrje shumë të madhe. Nuk i ruhen fare familjarëve të tij. Edhe pse është me gruan, edhe pse mund të jetë me fëmijët, edhe pse mund të jetë me prindrit, nuk edhe në Athinë kështu ndodhi. Është fat që shpëtoi, është një tjetër gjë që familja i shpëtoi, por ekzekutimi domethënë plumat se mund ta gjenin dhe vetëm. Plumat gjitha ishin drejtuar familjes tij. Ku shpëtoi dhe është ajo foto famshme e familjes traumatizuar që ndodhet sepse ndodhi në Athinë. Edhe kanë gjitha mediat greke nga vendngjarja, domethënë ku ndodhet ajo foto. Ku ndodhet e bashortja e tij. Unë mendoj që e njëjta dorë, si derivat, nuk i del ajo hakmarrja. Po vazhdon, domethënë, duket që nëse nuk kapet nga policia, do eliminoj, duket sikur do t'i ekzekutojë edhe pjesëtar të tjerë të familjes. Gjeti tatin në një subjekt tregtar që ata kanë pronësi, në një fshat të Lezhës dhe ekzekutuan. Duket që ajo vrasje është me shumë e menduar mirë dhe atentatori ishte i sigurt, pavarësisht se nuk ka në qitje me armë nuk mund të kesh siguri. Këtë e thonë dhe snajperistët më të mirë në botë që nuk ka siguri, ti me një moment, fraksion sekonde është ajo dhe gabon. Dhe lokali në cilën ishte i mbushur me klient dhe nuk e pati problem fare të qelloj me armë në një ambient i cili në të vërtet kishte klient tjerë dhe i vulin rrezik dhe jetën atyre, pavarësisht se ekzekutoi vetëm shënjestrën që kishte në kokë. Tani unë mund të filloj dhe t'i bëj një historik, domethënë të kaluarës, por kjo do ta ngatronte, domethënë duket sikur do t'isha unë njeriu që vura pistat për këtë vrasje. Ideja është për të kuptuar sokol kush është Rohan Ibrahimi, se njerëzit domethënë pavarësisht se nuk është se e kanë memorien dhe e kanë të qartë se për kë bëhet fjalë. Kush është ky personazh? Është një personazh që në trafikun e drogës ka luajtur në rolin e tij. Në një moment disa sot në atë kohë identifikoheshin si miqt e Martinajt, por kishte një konflikt me ta, jo i drejt për drejt me Martinajn, por ky ishte konflikti domethënë që ndodhi në zonë. Rohan Ibrahimi është personazhi që u mor peng, diskutohet, por kemi një gjë, a mund ta lidhim me këtë histori. Sepse sot Martinaj është i vrarë. Dhe duke qenë se është i vrarë, nuk mendoj që ka një derivat të kësaj. Dhe nuk mendoj që është kjo histori. Nuk mund t'jap në një siguri, po
Nuk mendoj që është kjo, pavarësisht se media do ta çojë sepse këtë është historia e vetme që di. Është edhe kurioziteti kjo histori e pengmarrjes së tij, e cila nuk u vërtetua kurrë në mënyrë nga policia dhe ligjore, është thjesht në kuadër të legjendës. Në kuadër të legjendës. Kjo është ajo që është e dukshme. Por mos harrojmë që pak ditë pasi i ka ndodhur kjo, ai u zhvendos dhe jetonte në Dubai. Dhe një njeri që e ka takatin për të jetuar në Dubai, do të thotë që nuk është thjesht një njeri i cili nuk ka të ardhura dhe nuk është pjesë e një grupi. Dhe ne nuk mund ta dimë me siguri cilat nga këto pista janë. Se dhe trafiku i drogës është i ashpër. Është shumë i ashpër si trafiku është një ashpërsi shumë e madhe brenda trafikut, mund të ketë pak naqur, ka të zhgënjur, ka problematik. Nuk i përjashtoj asnjë nga pistat por nuk mund të them që është kjo apo kjo, sepse policia dhe prokurori nuk del dot në një përfundim të tillë. Dhe me që ndodhi ajo që do konsideroja pastaj, me që jemi në lidhje me vrasjen, si ngjarja më e rëndë që mund të ketë ndodhur në Tiranë për shumë vite, është ajo ku qellohen 2 fëmijë të mjetur tje. Unë prirem të mendoj si policia që ishte një ngatres. Prirem për një arsye. Sepse nuk do më shkoj kur mendja që grupet kriminale mund të marrin përsipër të vrasin fëmijë të mjetur. Dhe nëse kjo nuk ka qenë ngatres, atëre me plot bindje them që hoqim vrasës me pagesë si ky Nureddin Dumani me kompani, që për mua nuk janë gjë tjetër vetë se një dhum një dhum edhe brenda krimit të organizuar. Se fare mirë një njeri do të jetë pjesë e krimit të organizuar, nuk e ndal dot njeri. Ai që ndal është shteti, nuk e ndan opinioni publik. Këtë gjë. Por brenda krimit të organizuar, ai dhe shokët e tij ishin llumi, të cilët konsideronin vrasjen si një mjet jetese. Po. Dhe kjo është fundi ky nuk është krimi i organizuar. Për mua, nuk është krim të vrasësh me pagesë. Është një, ku di, nuk e di, nuk mund nuk mund ta gjej një shprehje tamam. Por ti të them që nëse kjo vërtet ka qenë shënjesër, atëherë po bëhemi gati për vrasës të rinj me pagesë, të cilët nuk shohin përpara fare siç kanë. Nuk u shohin syt. Tani nuk më harrohet, ka një diskutim aty, merr një porosi, një nga anëtarët e krimit të organizuar, merr një porosi, sot ndodhet në burg, merr një porosi për të vrarë dikën që del nga burgu i Rogozhinës. 150.000 euro e kishte porosin për të vrarë. Aty vjen bashkëshortja me fëmijën për ta pritur. Dhe ai nuk e kryen krimin. Porosici e rrit tarifën dhe i thot rrit edhe çoj sa dush. Nuk vras fëmijë. Dhe vrasja nuk kryhet. Pra brenda kësaj strukture ka vërtet njerëz të tillë në jam 100% i bindur që po ti kishte rënë ajo vrasje me pagesë Nureddin Dumani do ta bënte. Nureddin Dumani mashtron kur thot që edhe në rastin e asaj gruas që kanë ekzekutuar të dy me Talo Çelon, thot duke ditur që Talo Çela nuk e mbase mund të ketë vdekur edhe nuk do kapet kur, thot edhe me që kanë qenë edhe dy, jo Talo e vrau, ai i goditi me thik në gryk. Hajta marrësh vesh se kush e goditi nga këta të dy. Mund t'jetë dhe kundërta. Mirë po, shi çfarë bën? Te kjo gruaja, sot e bëri ai. Te këtë gjitha grabitjet, goditin e parë e jep ky. Se kjo më lë një shije të hidhur. Ajo që pash dje në Lundër, ku diun, është alarmi më i madh që mund të ekzistojë. Për mua. Është frika më e madhe.
Unë nuk shqetësohem kur vriten antarë të krimit organizuar, se kjo është loja, kjo është jeta. O shkon lartë, me shumë para, o vritesh. Ky është trafiku i drogës. Kështu ka qenë gjithë botën. Nuk di unë ndonjë kryetar të ndonjë krimit organizuar që përveç dikujt që mund të ketë vdekur në shtratin e tij dhe plak, të mos vdes. O vdes në burg, i dënuar me burgim të përjetshëm, o vdes nga plumbat. Nuk di në një që të ekzistojë dhe të jetë absolut në. Nisur nga kjo, ngre një shqetësim shumë të madh që nuk e di. Shpresoj domethënë të jetë ngatres, pavarësisht se policia mendon të jetë një ngatres, duke qenë për një arsye, kam patur komunikim edhe zyrtar, që personi në fjalë, pronari i një firme sigurie që kishte 2 fëmijët në automjet, nuk ka asnjë lloj problematike. Nuk ka patur kurrë dhe nuk ka asnjë lloj problematike. Ndaj kurkujt. Nuk ka far. Nuk ka asnjë problem me askënd. Po kjo lidhja Sokol atëherë, me që jemi të ngatreza, kjo lidhja që bëhet nga media dhe unë duhet ta bëj këtë pyetje. Po besoj që është një pikë pyetje e Rohan Ibrahimit. Është një pikë pyetje e ngritur nga policia. Banesat i kanë afër. Banesat afër dhe po makinat njësoj. Por me targa të ndryshme. Tani po janë vrasës që nuk kanë parë targat, kjo është tjetër histori. Por kjo është. Banesat i kanë afër. Makinat i kanë njësoj. Targa ndryshon. Ti thua që vrasës me pagesë nuk gabojnë për shkak të targave. Këtë po përpiqesh më thuash. Me fjalë që një vrasës me pagesë e identifikon dhe themi atë shënjestrën e tij tek targat, pavarësisht se mund të jenë të ngjashme makinat. Po i hedhim të gjitha versionet. Për një arsye, duke qenë se unë kam një vlerësim shumë të madh për emisionin ku jam ftuar dhe nuk dua të nxitem për të krijuar një asnjë nuk duam thjesht tani nëse unë do të isha sot një inspektor krimesh. Do ma kishin lënë, ta hetoja unë këtë, ose të bëja se për të heton prokurori. Por, pash vendngjarjen. Gjë e parë është kush u qëllua. Kështu bëhet hetimi një çështje. Cili është personi cilit janë drejtuar armët. Shoferi s'ka asnjë lloj problemi, se është një punë vetë, nuk ka asnjë lloj lidhje me këto. Lidhje. Biles shoferi ka qenë aq i zoti sa ai ka ditur t'i shmanget vrasësve. Ka bërë manovrime, duket që ka qenë një njeri përgatitur më parë, për një arsye sepse mendoj unë, ka bërë disa zigzake gjatë rrugës, në momentin e parë që është qelluar, nuk e ka humbur toruan, dhe në fund fare si pasojë që nuk i mbanin frenat sepse ka kapur pjesën e frenave, një breshëri e plumbave, është përplasur në një vend. Por po të mos ishte, po ta kishte humbur ai toruan, unë mendoj që sot do flisnim për një batërti. Do flisnim për një ngjarje të rëndë. Po shoferi me ato që atje ka bërë lëvizje, ja ka dalë. E ka dalë për fatin e tij dhe për fatin e djemve të mitur që ndodheshin në automjet. Unë kam parë shumë dhe personazhe të botës krimit që nuk ja dalin dot, humbasin toruan që me goditin e parë. Nuk din ta mbajnë makinën, se ajo pastaj është a ke profesion. Ti je shofer. Po. Që ti japësh makinës dhe në breshërinë e armëve dhe të mos humbasësh kontrollin e automjetit, kjo do të thotë që je një drejtues mjeti i jashtëzakonshëm, domethënë. Je i trajnuar për një gjë të tillë që sepse ai nuk është trajnuar do ta qellojnë me armë, por mund të jetë trajnuar ta qellojnë me gur, po themi, edhe është nuk e humbet toruan. Kjo është. Mirë, po shoferi nuk ka. Pronari firmës sigurisë.
nuk ka asnjë problem. Fëmijët janë të mitur, nuk mund të kenë kurrë probleme, se Absolutisht, po. Kështu që çfarë vim? Ku banon? Dhe kjo bën lidhje policia. Por nga krau tjetër, a ishte kjo grupi i menduar kaq mirë sa do ekzekutonin vjerrin dhe nusën brenda një ore në Kurbin dhe në Tiranë, në Lezhë dhe në Tiranë. Aty pastaj do flisnim për një grup jo të strukturuar, po super të strukturuar kriminal. Në atë kohë do flisnim për një grup super të strukturuar. Mirë po, nëse është kaq i super strukturuar, që do bënte 2 vrasje në të njëjtën kohë, Lezhë dhe Tiranë, si ngatroj targat? Okej, ngjajnë makinat, po targat si ngatroj? Po kjo është pikë pyetje pastaj. Se ka pikë pyetje. Mund t'i kenë ngatruar për shkak të orës, por në një moment me drita mund ta dallonin targën. Ti verifikonin, po. Mund të jetë vrasje me pagesë dhe njerëz cilët nuk majnë mend. Se jo gjithë janë zgjuar, nuk e majnë mend targën. U duket njësoj përpara se të kryen një krim. Ndonjëherë dhe ne kur lexojmë diçka, e lexojmë atë që kemi në kokë edhe pse shkruhet ndryshe. Mund të jetë dhe kjo. Pra ka shumë variante të ndryshme, por përfundimi është që nuk e di, është një Do ta bëj edhe një pyetje në fund fakt që do të jemi detyruar për ta bërë, po Rohan Ibrahimi u vra pasi, domethënë, në një farë mënyrë doli që një nga kushërinjtë e tij ka qenë pjesë e vrasjes së Gentian Betjas në Fushkruj. Nuk e di se sa i sakt jam, se nuk është se, por të paktën nga të metshmë kujtohet, domethënë. E zëm sikur dhe Gentian Betja ka qenë një nga, le të themi, personazhet e rëndësishëm. Mund të jetë. E zëm se është kështu. Pse do them që kushte ja merrte hakun Gentian Betjes? Kushte ja merrte hakun? Edhe në këtë formë që po diskutojmë. Se jam dakord, po kush? Vetë Gentian Betja nuk po mbante dot të vritej vetë, jo të kryente ende. E dinte që do vritej edhe u vra. Kush do ta ndihmonte? Gentian Betja ishte një vrasës me pagesë, nuk ishte një kryetar i një grupi e një organizate kriminale. Kështu që po thua bie si pistë. Okej, vërtet, ja këto të bëjnë, se është e vërtet që u kap kushurinë e tjerë. Por ka një kush ka merrte? Sokol, nuk mund të rrit dot pa të bërë dhe këtë pyetje, sepse kjo është pastaj nuk hyn tek, sigurisht hyn tek pyetjet më shumë për të dekonstruktuar atë tymnajen që zakonisht këto ngjarje prodhojnë, pra janë 2 ngjarje afërsisht në të njëjtën kohë, ku personazhi Rohan Ibrahimi kemi teatrin e tij që ekzekutohet dhe një përpjekje të paktën të hym tek pjesa nuk kemi prova, por që të paktën aludohet. Ata që po e shikojnë si ngjarje e lidhin me konfliktin që ka pasur me Ervis Martinajn. Do doja dija, po them, a mundet që të kemi një përpjekje të njerëzve të Martinajt në një farë mënyrë për të marrë, për të vazhduar betejën, për të vazhduar luftën, për hakmarrje, a ku di unë? Jo, ne dim që kohët e fundit njeriu më i kërkuar në internet, në Google, kudo, po shkruajtja Martinaj është një interes i madh publik. Arsyeja nuk e di pse është kaq me interes publik çështja Martinaj, por është. Atë që di është që tani është e faktuar, si është vetëm prokuroria dhe policia nuk do që të merret më me këtë çështje, që ky është i ekzekutuar.
Tani, që këto nuk kanë lidhje fare me Martinaj, unë jam 100% i sigurt. Martinaj, edhe djalin e Xhaxhait që kishte e vranë. Se çfarë mund të ketë rreth e rrotull që mund të jenë bashkuar, ku di unë, vazhdojnë në një histori presap të tyre, kjo është histori tjetër, po. Që Martinaj nuk e ka vrarë asnjë nga këta, edhe kjo është 100% kështu që nuk do kishte që të shkoja në mendje që mund të vinte prej tyre, duhet të kisha një informacion që këta ishin ekzekutorët e Martinajt. Nuk janë këta. Kështu që bie si pis. Ne mund ta lidhim me çfarë të duam në duke qenë se e shikoj domosdoshmë me interes publik, po mund ta lidhim me çfarë të duam. Problemi është që a kemi prova. Martina ishte ideali vet. Dhe djali Xhaxhait ishte ideali vet. Kështu që kaq ishte familja. E qartë. Të tjerët pastaj që mund të shoqëroheshin me të, janë një tjetër, totalisht një tjetër histori, edhe mund të kenë vazhduar, por që ta vazhdonte dikush, ose miqtë e tij ta vazhdonin këtë histori, e para njerë duhet vrisin atë që e vrau. Jo dikën që kanë hallet e tyre me një histori tjetër që mund të jetë një histori droge, një histori pakënaqësie, një histori, një konflikt tjetër. Se po t'ishte, se po e bënin një gjë të tillë në emër të tij, po, do gjenin atë që e vrau, dhe do ekzekutonin atë që e vrau. Dhe jam 100% i bindur që nuk e vrau Rohan Ibrahimi. Sokol e fundit, si po e shikon këto episode që po dalin nga gjyqi i Nurettin Dumanit? Interesant. Një përmbledhje të shkurtër për të kuptuar. Nuk ngeli njeri pa e kundërshtuar dhe pa e fyer. Dumanin? Po. Që të gjithë. Në një duket si Dumani kundër të gjithëve. Si një histori Dumani kundër të gjithëve. Po nuk ngeli një pa e sharë. Që të gjithë vetëm e fyen. I fundit që është një njeri cili ka punuar me të, si pas edhe komunikimeve, Besian Xhiçha, i cili pengasmon atë dhe nga familja, në këtë rast. Pra, në një gjyq kaq që ne menduam që do ishte shumë serioze, unë kam parë gjyqe me të penduar shumë serios si gjyq. Dhe unë përmend gjyqin e bandës së Durrësit. Nuk merreshin fare me as me histori kë kishin pas të dashur ndonjëherë në jetë, as me mama, as me baba, as me gjë. E gjyq që po shkonin burgim përjetshëm gjithë, ata me Adriatik Colin. Ishte i komunikim, biles shpeshherë i thrisnin, gjithmonë i thrisnin me përkëdheli, o tiku, se ngatron nuk ka qenë kështu. Se mbaj mend mirë, domethënë, ishte një mbaj mend gjyqin e Riveran Sinanet, një gjyq shumë serios kur ai rrëfeu. Me të penduar këto që mbaj mend në një gjyq pa çavure, ti more kët, i dashuri motrës, i dashuri i këtij, domethënë, ku e di unë. Këtu kupton në vetvete, kupton edhe gjën tjetër. Llumi vrarë, llumi. Ajo që thon. Llumi. Mendon ti që pjesa të jesh antar i krimit të organizuar edhe ti përmendesh nëse i di të dashurin e motrës të dikujt. Por i ka nder, ç'pun ka motra në këtë mes? Ka i dashur, po ç'a do ketë? Po s'pati dashur, ç'a do ketë? Se një dashur do ta ketë, se një vajzë, një grua ka një dashur. Nëse nuk ka burr, ka një dashur. Nëse nuk ka bashkëshort, ka një dashur, apo jo? Se ç'a do ketë? Mirë, po, ku di, nuk, domethënë, kur i dëgjon, mendon me të vërtet që si ka mundësi këta kanë vrarë kaq shumë njerëz. Por është ajo që them unë. Këta nuk kanë ditur kurrë nëse kanë vrarë njeri apo jo.